Kur respekton dhe nuk të respekton tjetri, atëherë ti e respekton një njeri sepse ndjen ta respektosh. Pra e bën nga dëshira jote me vullnetin tënd të lirë. Gjë tjetër nëse e bën me detyrim. Respekti i detyruar për mua është hipokrizi. Varet ku ti thu respekt detyruar. Respekti i detyruar them shtirjes tepërt, jo thuash me mbrëmë si kalove, po edhe me mbrëmë si kalove duhet t'ja thush një njeriu që ti e ndjen t'ja thush, që s'mund t'ja them unë, s'mund t'ja them dot një njeriu që s'e duroj dot, më i thon me mbrëmë si kalove. Jo, absolutisht jo, nuk shtirem dot, më vjen keq. Pra çu kalon në shtirje në hipokrizi. Dhe unë nuk e bëj atë. Dhe nëse ti tjetrin e respekton dhe tjetri nuk ta kthen, mos e bëj respektin fare. Pra tjetri s'ta kthen se ka një arsye, nuk ta kthen se s'do. Pra nuk ka simpati për ty si person. Nuk të honep çdo si njeri, prandaj s'ta kthen respektin. Për çfarë bën ti respektin? Që të ta kthej tjetri. Pra ky është problemi i shqiptarëve, që ne e kërkojmë gjë me ngulëm. Pra ne i bëjmë gjëra dhe i presit na japin tjerët me ngulëm. Pra shkojmë ne për çok, si i thon këto jugorat, me një vend, edhe ai ti shkon ja jep lekët atij tjetrit, për shembull martoi tjetri i hedh lek ti ndasëm, aty i hedh supozojmë 100.000 lekë ndasëm. Tash ti ke shkuja ke hedh lekët me dëshirën tate. Dhe tani martohet djali atij tjetrit dhe thot, "Tas vjen ti, hajde më kthej lekët që të kam dhënë." Ti ja ke dhënë me dëshirën tate, mos prit që ti kthej tjetri. Pra shqiptari e quajnë si detyrim, si borxh. Çdo gjë e quajnë borxh shqiptari. Jo, ti e bën një gjë e bën se ke dëshirë ta bësh. Pra ai tjetri nuk ka dëshirë të respektoj. Çfarë do i thosh ti më respekto me zor? Ti më mirë zgjedh një njeri që të respektoj, të bëj një respekt të detyruar, pra aty në sy të thotë të dua shumë dhe marr pra krave të thotë maskaresha femër. Apo më mirë mos të flasi fare dhe jenë rregull me ta. Dhe di me cilin njeri ke të bësh. Sepse unë personalisht do preferoja që një njeri mos më respektonte fare nëse nuk e ndjen, sepse nëse do bënte një respekt të detyruar, për mua është hipokrizi, domethënë mua më shpifin të njerëz shumë në ambiti. Vlerësoj më shumë sinqeritetin e njeriu, sa do i hidhur tjetë, se sa tjetë hipokrit. Kjo është e gjitha. Pra, mos e respekton një njeri që nuk të respekton. Sepse edhe ai njeriu nëse ti zihesh me atë njeriu për ditë, edhe pastaj të mirëmëngjes, ai është budallik. Për mua, kur zihesh me njerëzit për ditë, që s'ke komunikim adekuat, nda hesapet, cilin punë vet, s'ke punë me ta fare, s'ke pse respekton fare. As nuk pres më respektoj, as ta respektoj, s'më intereson fare. Thjesht është unë e konsideroj ato thjesht një objekt që s'kam kontakt fare me ta. Që s'flet dot më objektin, s'flet. Konsideroj si objekt tjetrin kur nuk të respekton. Mos e kërkoni gjë me ngulëm.